Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg artistin Admir Dervishi, i cili 2 ditë më parë qelloi me armë zjarri bashkëshorten e tij, e cila nuk i mbijetoi dot plagëve të marra. Seanca është bërë pa praninë e medias, por burime brenda saj kanë bërë me dije se autori nuk ka shprehur shenja pendese. Ai ka deklaruar para gjykatës se nuk mbante mend se çfarë kishte ndodhur, ndërsa grindja kishte ardhur pasi ish bashkëshortja nuk e respektonte. Po ndërsa gjykata ka mbyllur pas hekurave bashkëshortin vrasës, familja e 29 vjeçares ka hapur dyert e mortit. Në hyrjen e pallatit ku ishte lindur dhe rritur 29 vjeçaria ishte afishuar kjo shpallje, ku të afërmit kanë hequr mbiemrin e martesës, duke lënë atë të vajzërisë Spahia. Të dërmuar nga dhimbja, të afërmit e saj kanë thënë për Ora News se krimi është më i rëndë se aq, pasi Dervishi nuk ka vrarë vetëm gruan, por dhe 2 fëmijë të cilët kërkojnë nënën, pasi as djalit nuk i kanë treguar se ajo nuk jeton më. Ndërsa fëmia e vogël vajza kërkon të pi pasi është ende me gjoks, dhe tashmë për të do të kujdeset Tezja, e cila ka një fëmijë në moshë të saj. Të afërmit tregojnë se konfliktet e çiftit kishin qenë të vazhdueshme dhe 29 vjeçaria kishte marrë dhe një herë urdhër mbrojtje për shkak të dhunës sistematike që ai ushtronte mbi të, për të cilën nëna e vajzës krahas denoncimeve në polici kishte njoftuar disa herë dhe familjen e Admirit. I prit gjahat ushqim e fëmijës, i lete pa hangër me javë, vite merrte buke e djathtë tek ushqim ke nëna vet, edhe atë hate, do thaj babi se të boti fort. Admir Dervishi dhe Ida kishin disa vite që ishin martuar, nga martesë nga e cila kishin lindur 2 fëmijë. Vrasja ndodhi në banesën ku çifti jetonte me qira, në sy të 2 fëmijëve të mitur.